për ju dhe çdo gazetar tjetër që unë në tërësi respektoj. Do të sugjeroja që mos lejoni veten kur të keq përdori nga njerëz të papërgjegjshëm, të inkriminuar, mashtrues, të cilët e kanë shtruar në atë institucion në një seksion të Partisë Socialiste. Unë nuk e kam rastin për ty konkretisht, për ju, jo, por kam konstatuar një keq përdorim dhe e them këtu publikisht, mizor të gazetarëve nga këta individ, të lidhur kokë kam me krimin, që më rikujton keq përdorimin që bënin seksionet e sigurimit të shtetit dikur ndaj personave të caktuar. Pse i them këto? E kam deklaruar, e kam faktuar se unë i përgjigjem çdo thirrje të gjykatës, të prokurorisë speciale, të prokurorisë jo speciale, të kujdo qoftë. Nuk ka asnjë lloj lëkundje nga unë në këtë qendrim dhe nuk mund të ketë kurrë. Prit. Nuk mund të ketë kurrë. Së dyti, ata që e fusin veten për të krijuar e bëjnë veten bashkëpunëtor në një propagandë banale të turpshme, as kanë fytyrë, as nuk kanë moral, as nuk kanë ligj. Sepse posta kur niset, ligji është dorëzohet. Ati që i dorëzohet i mirret firma. E mora, thot. Dhe unë, kudo, qoftë në seli, qoftë aty ku banoj, kam njerëz të përgjegjshëm, të cilët kur, nuk mund të ndodhë që të firmosin për një dokument që adresohet të kundët mos ma japin. Por kjo i intereson Altin Troprinit, i cili e shtron atë institucion, i jep standardet e tij morale. Standardet e tij morale. Sa është sot data? Sot është data 17 apo jo? Urdhë? 14, më fal, 14, po. Nga data 3 që pretendohet deri me datën 14, ai dokument mund të vinte 5 herë në zyrën time, poshtë në shtëpinë time apo në parlament. Se këto dyja janë institucione. Shtëpia ime është shtëpia ime. Dhe nuk ka askëku. Nuk ka më, do më thënë, e vetmja gjë që u bë kjo, sepse duhej që lakej dhe pufador të qeverisë të krijonin lajme, madje edhe në studio të debatonin lidhur me ftesën dhe do shkoj apo s'do shkoj. Në mënyrë që të mbulonin super skandalin e Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Ta mbulonin, ta nxirrin atë nga studio dhe të fusin këte. Do vijun aty, do vijun tek ajo tjetra. Por tani jam tek ftesa. Pra ishte kjo, si do shkoj, po unë, pra i thash, tani vim tek çështja. Asnjëri, në qoftë se shkon pak tek data 21 janar, ora 7 e darkës, njeriu i parë që ka kërkuar një hetim të plot të asaj përpjekje të dhunshme për të përmbysur një qeveri të ligjshme, legjitime,
është Sali Berisha. Është Sali Berisha. Asaj përpjekje që u bazue fund e krye në një mashtrim dhe falsifikim të tmerrshëm publik. Asaj përpjekje për të cilën Edi Rama mendoj se do i lëshoja zyrën se për ndryshe do kalohej mbi të vdekur. Lexoj pak, ktheu pak, i ke atë ditë. Apo tjetër edhe 13.000 po të bëhen. Nuk prish punë. Apo tjetëri, te i kalohet kushtetuta, s'ka me kushtetut. Pra, unë isha thellësisht i interesuar për hetimin. Më shumë, nofta më shumë se kushdo tjetër. Jo për veten time, se ata që patën qëllime të tilla dështuar, por kjo duhet të zbardhej në interesin më të mirë të shtetit shqiptar. Interesin më të mirë të shtetit shqiptar. Tani, pjesa e dytë. Unë publikisht kërkova prokuror ndërkombëtar. Dhe një prokuror ndërkombëtar erdhi. Pjesa e tretë. Të supozojmë për një moment se unë nuk doja hetimin. Të supozojmë. Nga viti 2013 kanë kaluar 12 vite. Dhe ai hetim nuk u bë. Sepse ai hetim nxjerr përgjegjës kryesor për protestën më të dhunshme në historinë e vendit, direkt Edi Ramën. Nxjerr falsifikimin dhe mashtrimin publik që bëri me video me Filip Çakullin. Nxjerr projektin e tij që ose ik, ose mund të kalohet dhe miku Foma. Ja, po pranaj s'bëj hetimi. Pranaj nuk bëj hetimi. Sepse besoj se 13 vite, Partia Demokratike nuk s'kemi patur asnjë lloj autoriteti. Ndaj dhe Ina Rama nuk thriste Sali Berishën. Ndonë se unë i kisha thënë asaj ato që meritonte. Ato që meritonte plotësisht. Nuk ishte çështja ime ajo. Ajo ishte çështja e shtetit shqiptar. Aty u përpoqen të përmbysë një pushtet, një qeveri të zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Në mënyrë të ligjshme, të bazuar në një mashtrim dhe falsifikim të tmerrshëm publik. Dhe që megjithatë, Ilir Meta një javë para dha dorëheqjen. Një javë para. Erdhi në zyrën, tha unë, nuk shkoj, tha, tek prokurori zëvendës kryeministër. Unë do shkoj si qytetari thjesht. Ndaj dhe ata që përpiqen tani ta bëjnë këtë për të mbuluar super skandalet dhe garantoj që do marrin dështimin, turpin, me propagandë që e përdorin dhe këtë në qoftë se ke vure. Në çdo rast, sa herë u dalin probleme, këta nxjerrin kartën e... Po kush e pengoi atë? Kush e pengoi atë? Askëkush, vetë se u del Edi Rama, u del Tom Doshi, u del Skënder Gjinushi, u del Spartak Ngjela, dalin këta. E disa dokumenta ka apo jo? Është një mori e pafundme. Ishte demonstrata më dhunshme. Është marrë vetë direkt, kemi realitetin, Qeveria Shteteve të Bashkuara, edhe Komisioni Evropian, janë marrë dhe kanë kërkuar hetimin e plot nga polici tek organizatori kryesor. I ke deklarata. Po të hetoj organizatorin, Edi Ramës duhet i faturojë atë që meritonte.
Kur Sali Berisha qëndroi në zyrën e tij, ditë pune, respektoi flamurin dhe detyrën që kishte. Pra, këto janë për këtë çështje. Këto dhe vetëm këto, nuk më kanë thirrë sa herë të thrasin për çdo gjë, jo për këtë, unë shkoj, s'kam asnjë lloj. Zoti Berisha, dua ta ribëj edhe një herë pyetjen, sepse është duke u krijuar dhe konfuzion, ndoshta dhe pra, fletëthirrja ka shkuar në 3 lokacione. Urdhë? Fletëthirrja ka shkuar në 3 lokacione kur ju duhet të keni vendin e punës dhe shtëpinë. Si mund të bësh një pyetje të tillë? Pse mund të marrësh ti të mirëfillt mashtrimin që bën skapi? Jo, sepse dhe kuvendi e ka pranuar që ka ardhur edhe Parlamenti i Shqipërisë ka pranuar që ka ardhur fletëthirrja për juve. Pse se ka sjell Parlamenti? Sepse se keni pranuar ju. Kush se ka pranuar? Pyetja ime zoti Berisha. Jo, një minutë. Jo, shiko, ky është i mashtrimit. Atëherë po kanë bërë këtë, po kanë thënë këtë, janë mashtrues ordiner. Unë s'kam pranuar. Kujt ja kanë ofruar? Pa në qoftë se, prit tani këtu, unë se kisha dëgjuar këtë, po në qoftë se këta thonë që ja dërguam dhe se pranohen, këta janë mashtrues ordiner. Janë të paftyrë. Unë kam, fatmirësisht, tek pallati njerëz që marrin postën, marrin me firmë, të nxjerrin firmën. Unë kam njerëz në Seli, a e ka nisë në 3 vende. Atër pse del që vetëm parlamentin e Taulantit e pas kanë marrë? Shko qarë veglash të shpifura, të turshme. Pyetja ime është se pse Sali Berisha lejon gjithë këtë kakofoni dhe në media, pasi fletëthirrjen besoj keni parë dhe në media, e kemi edhe ne gazetarët një kopje të saj. Pse lejoni ju që të bëhet gjithë kjo zhurmë mediatike? Dhe të paraqiteshin ditën e sotme në sepse unë respektoj ligjin. Unë s'merrem nuk merrem me trillime, nuk merrem me manipulime, nuk merrem me propagandë banale, unë respektoj ligjin. Ata të cilët hynë në lojra politike, ata janë njerëz pa ftyrë, që nuk kanë moral, që nuk kanë ligj, të cilët shkelmojnë mbi institucionin kushtetues të skapit të partisë, tregohet se janë vegla të verbra. Mendja, atë pyetje nuk mund ta bësh ti, pse ti nga mediat? Jo, unë s'mund të marr njoftim. Nuk funksionon. Institucionet e një shteti nuk funksionojnë me mediat. Se media çdo ditë mund t'japi një lajm, po ti s'ke asnjë obligim. Obligim ke kur ty të dorëzojnë, si të përcakton ligji, njoftimin. Ligji përcakton njoftimin. Kurse, ajo që thuhet i parlamenti, ajo tregon pikërisht një lloj turpshme tyre. Pra, Selia nuk e ka marrë. Pallati nuk e ka marrë. Ka njerëz aty. Të thonë postjerit cili ja refuzoi. Asnjëri. E ka marrë Taulanti me 5 mbiemra. Çka fakton? Edhe njerë lojnë e turpshme të Altin Troplinit, i cili hyn në turpe të tilla që asnjë ordiner, njeri ordiner nuk i lejon vetes. Kaq banale.